Përshëndetje të nderuar shikues, këtu jemi me psikologen Blerina Stuja që do të folim për gjendjen në shtëpinë e sigurt në Gjakov. Blerina, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit që keni ardhur, mi pa më afër punën tonë. Blerina, si ndikon stigma shoqërore në gjendjen emocionale të grave që është pra në strehimon këtu në Gjakov? Kur flasim për gratë të cilat janë viktima të dhunës në familje dhe në baza gjinore, një prej sfidave më të mëdha që ato përballojnë nuk janë vetëm situatat apo përjetimet fizike dhe psiqike që ato kanë, por edhe mënyra se si i gjykon shoqëria. Në këtë rast përfshihet stigma, e cila përfshin një gjykim negativ dhe paragjykime, e cila ndikon pastaj në gjendjen emocionale të tyre, gjë e cila ndikon që ato të krijojnë, të zhvillojnë ndjenja të ndryshme si ndjenjat e fajësimit, ndjenjat e turpit, ose faktin që po gjykohen nga tjerë që vetëm e kanë raportuar dhunën, lëmo pjesën tjetër të cilën ato e përjetojnë çdo ditë me frikën, me ankthin apo tensionin e brendshëm emocional të cilat ato kanë. Cilat janë domethënë pasojat më të shpeshta që ballafaqohesh këtu në shtëpinë e sigurt, pra që vetë gratë po edhe fëmijët raportojnë edhe vinë të jetojnë këtu? Pasojat psikologjike tek gratë të cilat kanë qenë pjesë e një cikli dhunëves janë të dukshme, mund të shfaqen menjëherë pas parëtimit të traumave të tyre apo dhe të jenë më afatgjate, ku fillojnë me ndjenjen e frikës, ndjenjen e mosbesimit, mosvlerësimit, pastaj mund të ndodhë që ato të shkojnë deri tek edhe çrregullimet e shëndetit mendor, gjë për cilën pastaj nevojitet edhe një trajtim më afatgjat. Për shembull, në rastet kur dhuna ndodh për herë të parë në ato marrëdhëniet apo lidhjet bashkëtorë, ka tendenca për gratë për shkak se kanë qenë të izoluara të minimizojnë ato probleme dhe të konsiderojnë, të mundohen të mbrojnë kryerjen e atij akti duke bërë në mënyrë të pavetëdijshme mbrojtjen e tyre. Pastaj në raste të tjera të cilat mund të jenë edhe recidive, mund të jenë edhe gratë të cilat kanë edhe çrregullime të shëndetit mendor, të cilat pastaj kërkojnë një bashkëpunim më të thellë në mënyrë që më arrit një zgjidhje më mirë për to. Shka vlen me cek është se ky proces i rimëkëmbjes së tyre nuk është vetëm përgjegjësia e atij individi i cili ka përjetuar dhunë apo traumë, po është përgjegjësia edhe e shoqërisë, institucioneve tona shtetërore, e sistemit të drejtësisë shëndetësore dhe gjithë komunitetit në cilin ne jetojmë. Pra, a është, domethënë, ka ndodhur që të ketë përmendë që ndodh përsëri të jetë një të gjendje për gratat përsërisin, janë recidivistë të vinë përsëri këtu, a ka ndodhur shpesh? Po, ka plot raste të cilat janë recidiviste, dhe momentin kur janë recidiviste, atëherë ato tregojnë që kanë vështirësi për më dalë prej ciklit dhunës të cilës ato përjetojnë, edhe këtë mënyrë kemi fat që ne bashkëpunojmë edhe me institucionet e tjera që janë profesionistë të fushave të tjera të shëndetit mendor, cilat na ndihmojnë edhe me diagnostifiku gjendjen e tyre emocionale, pastaj me vazhdu me trajtimin, qoftë me medikamente apo dhe me terapinë suportive, siç janë edhe këshillime psikologjike, seanca terapeutike, qoftë individuale apo grupore. Ku jemi te këto domethënë probleme psikologjike, të thatë seancat, sa është e rëndësishme që të shkojnë gratë domethënë më herët ose ta kuptojnë më herët që i kanë këto probleme dhe të vizitojnë psikologën, pse jo të folin edhe jashtë shtëpisë sigurt që të trajtohen më lehtë. Identifikimi i hershëm është një prej formave të mira të cilat ne mundim arrit parandalimin e gjendjeve emocionale të rënduara, qoftë edhe çrregullimeve, se këto gra fillojnë nga ndjenjat e fajit, turpit, frikës apo ndjenjen e gjykimit, por vazhdojnë pastaj edhe tek çrregullime siç është stresi posttraumatik, depresioni i rënd apo ankthi kronik, gjë e cila pastaj vështirëson edhe mënyrën e qasjes të psikologut ndaj saj, por nëse bëjmë identifikimin e hershëm, atëherë kjo na parandalon ndikimin e ngjarjeve traumatike, duke rrit një progres psikologjik më shpejt edhe duke munduar me zvoglu sfidat apo pasojat afatgjate në shëndetin mendor tek këto gra dhe vajza. Çka është tjetër e rëndësishme është që ofrimi kësaj mbështetje në kohë, gjë e cila ndonjëherë tek ne ndodh vonë për shkak se gratë
vinë ashta me një moment më të vështirë të jetës tyre dhe e raportojnë dhunën ndoshta me vite tona, pas 10 vite apo më shumë. Momenti kur bëhet identifikimi i hershëm na ndihmon që ato me mujt mi përpunu këto përjetime dhe këto ngjarje në mënyrë që të mos rrenosen në veten e tyre dhe mes mi ndryshu trajektoren e shëndetit të tyre mendor. Në rastet, për shembull, në rastet kur bëhet ndërhyrja hershme, sidomos tek vajzat të reja të cilat hynë në një lidhje, momentit kur ato raportojnë dhunën për të parë është një shenjë që ato po fillojnë me identifiku faktorët rrezikues ose shenjat e para të një marrëdhënie abuzive, pastaj mësojnë ato të njohin emocionet e tyre më mirë, të menaxhojnë ato më mirë dhe të njëjtën kohë të mësojnë se çfarë është një marrëdhënie e shëndetshme edhe çfarë drejta kanë ato. Ndërka që ku jemi të këto paraqitja rasteve ka të bëjë kjo edhe të varësia tyre ekonomike dhe të gjendja ekonomike, sepse ato ngurrojnë të ndohen ose të tregojnë problemet që i kanë në bashkërt. Është vërtet, gratë cilat vinë këto nuk kanë vetëm një faktor cilat i ndikojnë në gjendjen e tyre emocionale, po ndikojnë edhe faktorë të tjerë, siç është edhe varësia ekonomike, për shkak se një pjesë e madhe e tyre nuk janë të pavarësuara ekonomikisht, kjo bën që me ndiku në uljen e vetvlerësimit edhe vetbesimit të këto dhe kjo bën që të ulë aftësitë e tyre për menaxhim dhe vendimarrje, gjë që cilin ato nuk e kanë. Dhe momentin kur ato kanë një pavarësi ekonomike, çdo gjë kish ku ma ndryshe, për shkak se kishin fitu një lloj vetbesimi edhe kishin pa që ne mundemi me dalë edhe ne mujmë me menaxhu situata të ndryshme dhe nuk varen vetëm për një personi. Gjë e cila ditëve të sotme shpresoj që po ndryshon dhe me fitu sa më shumë pavarësi ekonomike në mënyrë që mos me qenë të varur. Domethënë, çfarë roli keni ju në këtë aspekt? A këshilloni që gratë, domethënë, duhet ta kuptojnë që duhet të kenë edhe të ardhurë ekonomike të jenë të pavarur edhe nga burrat, por edhe në farë mënyrë të kërkojnë edhe pronësinë që ju ta kanë? Ajo është e rëndësishme që gjithmonë kur bëhet vlerësimi i situatës apo gjendjes së rastit, ne marrim parasysh edhe aftësitë e grave të cilat ato i kanë. Në momentin kur shohim që kanë disa aftësi, ne mundohemi edhe mi referu apo mi ofru mundësinë e trajnimeve të ndryshme në mënyrë që ato në të ardhmen e tyre me mujt me përfitu diçka për tënve dhe me arrit mi gjetë qof një punë ose diçka që ato i bën mundi mirë dhe sjell të ardhura. Çka tjetër është se momentin kur këto gra kanë një pavarësi ekonomike, ato janë më të lira. Kjo ndikon në fuqizimin e tyre psikologjik, gjë që e bën që mi pas një vendimarrje më të lehtë, më kujdes për veten e tyre, për fëmijët e tyre dhe mes mi pas ndjenjen e shqetësimit gjatë gjithë kohës që unë nuk jam e sigurt dhe nuk mundem ja dal. Cilat janë ato, domethënë, shenjat e para që ju kuptoni që e thatë pra mund mi ja dalë dhe kanë fillu të kuptojnë që s'janë peng, domethënë, as i burrit, as i dhunës, por as i shoqërisë janë të pavara. Si e kuptoni këto që janë në farë mënyre janë pavarësuar në gjitha aspektet? Për mua, gjëja kryesore kur shoh gratë, fakti që vetëm kanë kërku ndihmë dhe janë strehimore, për mua është një lloj indikatori që ato gra kanë fitu një besim për më ardhe dhe mi raportu dhunën edhe mi marrë jetën e tyre në dorë. Pastaj fillojnë pavarësia ekonomike, normal thash edhe më herë që ndikon edhe vendimarrje, ku ato i bën me qenë të lira në mënyrë që ma arrit mirë ndërtu jetën e tyre ashtu siç ato dëshirojnë, pa pas barën e dikujt tjetër mbi to edhe të kenë një lirim nga ngarkesa e tyre emocionale. Ndërkësh për fund, cilat janë këshillat që jepni si psikologe, domethënë, por edhe se punëtore këtu në shtëpinë e sigurt, ku dihet që ende është stigma, ende vazhdojnë gratë, por edhe gjithë ato që kanë dhunë familje, të mos reagojnë, të mos paraqesin rastin si polici, por edhe të mos lypin ndihmë. Kisha dash mi thonë gjitha vajzave dhe grave, cilat ndihen të friksuar se ato nuk janë vetëm edhe se kërkimi i ndihmës nuk është dobësi, por është plotësisht një fuqi që ato kanë dorë mi marrë kontrollin e jetës së tyre. Gjithashtu është e rëndësishme me kuptu që mbështetja psikologjike çon ndihmon në përpunimin e atyre dhimbjeve dhe përjetimeve që ti ke edhe rikthen një vetbesim dhe fillon të ndërtosh hap pas hapi edhe jetën tënde më të sigurt dhe më të pavarur.
Vlen theksohet që nuk ka kur gjotë gabune momentin që ti kërkon ndihmë. Thjesht jetu ja bëza vetes tënde edhe jetu bo mundi ma sigurt edhe ma dëgjune. Blerin, faleminderit shumë edhe ishte kënaqësi me zhvillu këtë intervistë. Faleminderit shumë për juve, është kënaqësi, shpresoj që shihemi pa. Të nderuar shikues, pra kaq ishte intervista me Blerina Stuaj, psikologe në shtëpinë e sigurt të në Gjakovë. Ne besoj që shihemi në intervista tjera me tema të tjera. Faleminderit shumë.